në Recaj. Zorin Recaj, si e pat ngritjen e aktakuzës ndaj 3 të dyshuarve, njëri prej të cilëve tashmë dyshohet edhe për spionazh. Natyrisht që kohët e fundit ka pas zera shumë kritikues kundër institucioneve të drejtësisë, respektivisht organeve të hetësisë, drejtuara drejt policisë dhe prokurisë në lidhje me zvarritjen e rastit të hetimit të sulmit terrorist që ka ndodhur në kanalin Iber Defense. Unë gjithmonë e kam theksuar që në rastet e tilla mbledhja e argumenteve dhe aspekti i mënyrës se si do duhet të arrijej deri te argumentimi i provave në mënyrë që të ngritet akuzat duhet të jenë të vëmendshme sepse kemi të bëjmë me një situatë ku potencialisht supozohej atëherë që është sulm terrorist dhe e njëjti supozim tani me vetëm u konfirmua. E gjithë kjo është arritur e gjithë kjo kredit i shkon fillimisht organeve të hetësisë, domethënë policisë dhe njësive speciale të policisë që kanë hetuar dhe kanë bashkëpunuar bile edhe me organizatat ndërkombëtare siç është edhe FBI-a, e cila kanë ndihmuar në identifikimin dhe argumentimin e provave bince deri te gjetja apo identifikimi i personave ndaj të cilëve është ngritur akuza. Natyrisht se kjo është një proces goxha delikat, i ndjeshëm, mirë po që epilogu ka rezultuar që Prokuria Speciale, për cilën do doja ta përgëzoja për punën dhe dedikimin në trajtimin e këtij rasti, i cili në fakt ka cënuar rendin juridik dhe kushtetues. Ka qenë një sulm i cili ka dëmtuar jo vetëm infrastrukturën e një kompanie, mirë po që ka cënu edhe të rendin pjesën e sigurisë të jetës së qytetarëve të Republikës së Kosovës, duke ndërprer ujë, duke pamundsuar furnizimin kekut për të prodhuar energji elektrike dhe natyrisht kjo do të shkaktonte kaos. Veprat e tilla natyrisht se konsiderohen si vepra terroriste, aq më tepër në rastin konkret kemi të bëjmë edhe me veprën penale të shpionazhit, ku dokumentohet dhe argumentohet me prova që në këtë sulm terrorist ka pasur mbështetje edhe nga shteti fqin, nga Republika e Serbisë. Kjo është shumë e rëndësishme sepse tani më edhe në aspektin ligjor Bashkimi Evropian dhe vendet tjera që janë mbështetëse të Kosovës e kuptuan dhe po e kuptojnë që faktori destabilizues dhe qëllimi për të destabilizuar vendin vije pikërisht nga mbështetja dhe autorizimet cilat i marrin nga Republika e Serbisë. Meqense ju e njeh mjaft mirë çështjen juridike, një pyetje ndoshta edhe keni pas mundësi të lexoni po besoj raportet që kanë dalë prej aktakuzës, të cilat janë siguruar nga media. A mjaftojnë pikërisht ato fakte, ato gjetje për të provuar fajësinë ndaj të dyshuarve? Po natyrisht sepse ka dokumente, ka prova të mjaftueshme, ka format e komunikimit, ka raportet nga cilat e konfirmojnë institucionet shumë kredibile, cilat i kanë bë ekzaminimin në vendin e ngjarjes dhe ekzaminimin profesional përmes qoftë edhe laboratoreve të specializuara, mandej konfiskimi i dokumenteve dhe komunikimit cilën kanë pasur të akuzuarit me ushtrin Republikës së Serbisë dhe natyrisht edhe aktakuza e ngritur për 3 vepra penale, natyrisht kjo është aktakuzë e cila e ka bazën e fuqishme mbi e bazuar